Emisioni në shënjestër zbulon detaje tronditëse nga dosja e vrasjes së Klevis Leshit, më 5 gusht 2020, një krim që SPAK i ka zbuluar autorët vetëm pas 5 vjetësh. Sipas hetimeve, trupi i Klevisit u gjet më 8 dhjetor 2020 në një ullishte të fshatit Shpërdet Kurbin. Pasi pronari Edmond Kolaveri u lajmërua se qeni i tij kishte sill një kafkë dhe copa kockash. Në vendngjarje u gjetën edhe pjesë të tjera skeleti, pantallona sportive dhe një palë këpucë të shpërndara në zonë. Mostrat ADN konfirmuan se eshtrat i përkisnin Klevisit. Familja Leshi, prej vitesh në konflikt me familjen Hoxha, dyshoi që vrasja kishte motive gjakmarrjeje. Nëna e viktimës, Fatbardha, identifikoi persona që e kishin parë Klevisin më 5 gusht, përfshirë Sabah Nuzin, por provat e mëparshme nuk mjaftuan. Një element kyç i hetimit ishin përgjimet dhe bisedat në aplikacionin SkyEtz. Ato zbuluan komunikime ku Aurel Hoxha shihet si porositësi, duke kërkuar dhe akorduar pagesën 50.000 euro për mbarimin e punës. Nga bisedat rezulton se foto e trupit u dërgua më 5 gusht si dëshmi dhe se disa nga të përfshirët u larguan jashtë vendit për të shmangur identifikimit. Hetimet e zgjatura dhe provat elektronike përfundimisht quan të autorët e ngjarjes. Çlidhje që shpalos një rrjet dhe një plan të kuruar për të fshehur krimin.